Kryeministri Edi Rama mblodhi sot në Durrës të gjithë kryetarët e bashkive, duke dhënë mesazhe të forta për reformim dhe disiplinë në pushtetin vendor, veçanërisht tani në kulmin e sezonit turistik. Rama shpërtheu me tone të ashpra kryetarët e njësive administrative. Të gjithë duhet të shkarkohen. T'ju jepet mundësia. Por t'u jepet mundësia atyre që janë më të zotë se ata. Shpresoj që të hënën të gjithë të jenë të shkarkuar. Ai paralajmëroi masa të reja kundër ndërtimeve pa leje, duke thënë se do të krijohet një qendër digjitale që do të monitorojë çdo objekt ndërtimi me kamera dhe GPS. Arkitektët që shkelin ligjin rrezikojnë heqjen e licencave dhe ndjekje penale. Rama foli edhe për krizën e dorëheqjeve në disa bashki si Durrësi, Fieri, Elbasani dhe Lushnja, duke theksuar se po kërkon edhe largimin e drejtorëve vendor që nuk përmbushin detyrat. Ai e mbylli me një thirrje të qartë: pushteti vendor nuk mund të jetë pengesë. Duhet të jetë bashkëpunues në çdo hap për qytetarët dhe për vendin. Një mesazh i fortë nga Durrësi që paralajmëron ndryshime të mëdha në administratën lokale ndërsa syt janë tek sezoni turistik dhe zbatimi i ligjit.